Seanca e sotme plenare u përfshi nga debatet mes palëve për kërcënimin amerikan mbi sulme të mundshme që mund shënjestrojnë Shqipërinë nga ana e Iranit në kohë lufte. Opozita kërkoi mbledhjen urgjente të Këshillit të Sigurisë Kombëtare dhe praninë e kryeministrit në seancë plenare, duke akuzuar këtë të fundit për nënvlerësim të situatës dhe për rrezikim të marrëdhënieve me partnerët strategjik, pasi qeveria mbrëmjen e dieshme e mohoi pretendimin amerikan, duke thënë se nuk ka asnjë rrezik për Shqipërinë. Deputetët demokrat theksuan se paralajmërimi nuk mund të trajtohet me deklarata rutinë, duke kërkuar transparencë dhe masa konkrete. Majoranca e cilësoi paralajmërimin si një praktikë rutimore të ambasadave, mirëpo në terren po ndodh e kundërta. Njësia e antiterrorit ka shtuar prezencën e efektive në institucione diplomatike dhe hapësira publike të ndjeshme, duke përfshirë ambasadat dhe godinën e mujahedinëve në Manës. Koordinimi po bëhet edhe me përfaqësuesit e ambasadës amerikane dhe izraelite për rritjen e gatishmërisë dhe parandalimin e çdo sulmi të mundshëm nga ana e Iranit në Shqipëri. Shërbimi informativ shtetëror po bashkëpunon ngushtë me antiterrorin për mbrojtjen e qytetarëve dhe objekteve diplomatike. Ndërkohë sa i takon kërkesës së opozitës për mbledhjen e Këshillit të Sigurisë Kombëtare, ka reaguar menjëherë edhe presidenti i Republikës Bajram Begaj. Ai thotë se është në koordinim të informacionit me institucionet e sigurisë dhe këto të fundit janë vigjilente, ndërsa bashkëpunimi me aleatët mbetet maksimal. Seanca e sotme plenare degeneroi si gjithmonë në kaos e përplasje gati fizike mes palëve. Këtë herë protagonist kanë qenë Flamur Noka dhe Taulant Balla, por nuk munguan as rikthimi i akuzave për Gërdecin, si edhe krimin e lidhur me policinë e shtetit, që përplasi Balliun me ministrin Llamallari. Seanca plenare u ndërpret disa herë nga kryeparlamentari Niko Peleshi, pas kaosit të krijuar nga opozita në foltore, që kërkonte përjashtimin e Taulant Ballës nga salla. Kaq mjaftoi që opozita t'i kërkonte llogari Peleshit, madje duke ju drejtuar me fjalët e rënda të ka zhburruar Edi Rama. Në një moment ka qenë Flamur Noka ai që ka lagur me shishe ujë Taulant Ballën pas ndërprerjes së seancës plenare. Noka e ka vijuar më tej kërcënimin edhe me fjalët do të rrjep si kec të bëj atë që s'të shkon në mendje. Ndërkohë kreu i grupit parlamentar demokrat, Gazmend Bardhi, kërkoi daljen nga salla të Taulant Ballës, duke paralajmëruar Peleshin se po e dërgonte seancën plenare drejt konfliktit fizik mes tyre. Në këtë konfrontim gati fizik u përfshin edhe gratë demokrate, që nga Albana Vokshi e Elda Hoti, ndërkohë përballë kishin Bora Muzhaqin, së cilës i morën edhe kartën, akt të cilin ajo e cilësoi si të turpshëm. Për shkak të gjithçka ndodhi në seancë, majoranca nxitoi dhe miratoi 8 projekt ligje pas një lloj diskutimi. Kjo e irritoi edhe më shumë opozitën. Në dalje të parlamentit, kreu i grupit parlamentar demokrat Gazmend Bardhi akuzoi majorancën se po shkel hapur rregulloren. Madje ai bëri dhe një akuzë të fortë kur tha se gratë deputete të Partisë Demokratike u kërcënuan nga socialistët. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha mori pjesë sot në ceremoninë e 35 vjetorit të ngjarjeve të 2 prillit 91 në Shkodër, ku u përkujtuan 4 të rinj të vrarë gjatë protestave kundër regjimit komunist. Ai cilësoi martir të votës së lirë dhe figurave kyçe për rrëzimin e diktaturës dhe hapjen e rrugës për zgjedhje të lira. Berisha rikujtoi përdorimin e dhunës nga regjimi ndaj qytetarëve paqësor dhe i honën ndërkombëtare të ngjarjes. Ai kritikoi gjithashtu qeverinë aktuale duke akuzuar kryeministrin Rama për korrupsion, përqendrim pushteti dhe deformim të procesit zgjedhor, ndërsa vuri në dukje mungesën e transparencës dhe fenomenin e emigracionit si pasojë e keqçeverisjes. Në përfundim Berisha bëri thirrje për mobilizim qytetar e reagim paqësor, duke theksuar se kujtimi i martirëve të 2 prillit mbetet frymëzim për mbrojtjen e lirisë dhe votës së lirë. Kryeministri Edi Rama zhvilloi sot takim me studentët shqiptar në kuadër të turit Bashkimi Evropian dhe TIP, ku foli për përfitimet që do të sillte anëtarësimi i Shqipërisë në BE. Ai theksoi se pas hyrjes në Union studentët shqiptar nuk do të ndihen më të huaj në vendet europiane dhe do të kenë të njëjta të drejta e tarifa si studentët vendas. Rama shpjegoi se anëtarësimi nuk është rruga drejt parajsës, por siguron mbrojtje dhe mundësi të reja historike për shqiptarët. Ai u ndal edhe te korrupsioni, duke thënë se problemi është më shumë në perceptim se sa në realitet dhe lidhet me institucionet që janë ende në formësim. Kryeministri përmendi përmirësimin e shërbimeve publike që tani ofrohen online, duke e bërë më të lehtë aksesin për qytetarët. Deputetja e Partisë Demokratike Jorida Tabaku zhvilloi sot një interpelancë në kuvend me kryeministrin Edi Rama, i cili e delegoi përgjigjen te ministri Adelina Ibrahimaj. Tabaku ngriti shqetësime për mungesë transparence në funksionimin e korporatës shtetërore, duke kërkuar informacion mbi inventarin e pronave dhe mënyrën e bashkëpunimit me privatët. Ajo vuri në dyshim kriteret e përzgjedhjes dhe kërkoi garanci që projektet nuk lidhen me korrupsion apo interesa klienteliste. Deputetja përmendi edhe projekte konkrete si Pallati i Kongreseve dhe shtëpia e fëmijës Zyber Allulli për të
të cilat sipas saj ka plane për ndërtime kullash. Në përfundim, Tabaku akuzoi qeverinë për shmangje të ligjit të prokurimeve dhe mungesë totale transparence për projektet e mëdha publike. Ditën e sotme u mbajt seanca gjyqësore për dosjen e njohur Partizani, ku mbrojtja e kryedemokratit Sali Berisha dhe dhëndrit të tij Marber Maltezit kanë kërkuar që kryeministri Edi Rama të dëshmojë në gjyq. Ky i fundit është në fazën e shqyrtimit të kërkesave të avokatëve për provat e dëshmitarëve dhe dokumentet përkatëse. SPAK është dakord me thirrjen e dëshmitarit B, por sa i përket thirrjes së Ramës, vendimi mbetet në dorë të gjykatës së posaçme. Për sa i përket provave nga telefonët, çështja është paraqitur në gjykatën kushtetuese, e cila në vitin 2024 vendosi mosparaqitjen e tyre në seancë. Prokuroria e dosjes Enkelida Milonaj vuri në dukje se nuk është e qartë se çfarë do të provohet nga dëshmitarët për fshipyetjen e Besmir Karanxhës lidhur me foton me Ulsi Manjën. Gjykata e Tiranës ka rrëzuar masën e sigurisë pezullim nga detyra për Igers Sheqerin, duke e rikthyer atë në krye të Inspektoriatit të Mbrojtjes së Territorit në Tiranë. Pak ditë më parë, prokuroria kishte kërkuar pezullimin e tij dhe një zyrtari tjetër nën akuzën për shpërdorim detyre, lidhur me mosveprimin ndaj një ndërtimi pa leje në zonën e Farkës. Sipas hetimeve, ndërtimi ishte kryer pa leje nga një kompani private, ndërsa IMT nuk ishte marrë masat ligjore si pezullimi i punimeve, gjobat apo prishja e objektit. Fillimisht gjykata vendosi pezullimin, por pas vlerësimit të masës, ajo vendosi rikthimin në detyrë të Sheqerit, ndërsa hetimet për çështjen vijojnë. Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar shpall fajtor 39 vjeçarin Marin Leka nga Lushnja për korrupsion aktiv në zgjedhje. Ai u dënua fillimisht me 1 vit e 9 muaj burg, por pas uljes së dënimit përfundimisht do të vuajë 1 vit e 2 muaj. Ngjarja ndodhi 1 muaj para zgjedhjeve të 11 maj 2025, kur Leka u arrestua pasi kishte ofruar para në këmbim të votës për Partinë Demokratike. Sipas hetimeve, ai premtoi rreth 500 euro për një qytetar dhe familjen e tij që të votonin për këtë sigël. Rasti u dokumentua nga autoritetet dhe përfundoi me dënimin e tij për manipulim të procesit zgjedhor përmes përfitimeve financiare. Pas më shumë se 2 vitesh në Arrati është dorëzuar në Spanjë Albi Breçani, djali i zyrtarit të policisë Erzem Breçani. Ai ishte shpallur në kërkim në kuadër të një operacioni të vitit 2023, ku u godit një grup i strukturuar kriminal. Në atë kohë SPAK lëshoi 10 urdhër arreste, por vetëm disa persona u arrestuan, ndërsa të tjerët përfshir Breçanin mbetën në Arrati. Tashmë ai ka vendosur të përballet me drejtësinë dhe pritet të ekstradohet drejt Shqipërisë. Grupi akuzohet për një sër veprash të rënda përfshir trafik droge, pastrim parash dhe organizat kriminale. Sipas hetimeve, antarët e tij dyshohet se kanë tentuar trafikimin e mbi 900 kg drogë në vende të ndryshme të Europës. Debatet forta shpërthyen sot në Kuvendin e Kosovës pas propozimit të Partisë Demokratike për një rezolut mbi mbrojtjen e së vërtetës së luftës 89-99. Nisma erdhi në sfondin e polemikave për një ekspozit me pasaktësi mbi masakrat. PDK kërkoi që rezoluta të trajtohej me prioritet, por për shkak të mungesës së mbështetjes nga partitë e tjera, propozimi nuk u pranua. Si reagim, deputetët e PDK-s u larguan nga salla duke rritur tensionet politike. Nga ana tjetër, vetëvendosja theksoi se një dokument i tillë kërkon konsensus të gjerë dhe harmonizim mes forcave politike. Largimi i PDK-s vuri në rrezik edhe miratimin e disa marrëveshjeve ndërkombëtare që kërkonin shumicë të cilësuar. Nga ana tjetër, teksa avion kriza për zgjedhjen e presidentit, ku kushtetuesja i ka vendosur dhe një afat të caktuar kohor, ndryshe vendi përsërit zgjedhjet e reja. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti kritikon ashpër presidenten Osmani për dekretin e shpërndarjes së kuvendit dhe shpalljes së zgjedhjeve të reja, duke e cilësuar atë në kundërshtim me kushtetutën. Kurti thekson se shpërndarja e kuvendit nuk mund përdoret si mjet për të zgjidhur krizat politike dhe se vullneti i qytetarëve nuk mund të anullohet me dekrete. Ai shton se edhe gjykata kushtetuese ka përcaktuar qartë kufijtë e institucioneve në një sistem parlamentar. Sipas tij, situata aktuale nuk përbën krizë institucionale, por kërkon më shumë qartësi dhe përgjegjësi nga institucionet. Ndërkohë, procesi për zgjedhjen e presidentit të ri mbetet ende pa zhvillime konkrete. Përshkallëzohet situata në lindjen e mesme. Kreu i Parlamentit iranian i ka dërguar një mesazh të fundit presidentit amerikan Donald Trump. 7 milion iranian po ju presin të gatshëm të armatosur dhe me kokën lart. Ndërkohë, referuar konfliktit mes Trumpit dhe Iranit, është vetë ofruar si negociator për paqe në lindjen e mesme presidenti rus Vladimir Putin. Sa i takon takimit të shteteve për hapjen e ngushticës së Hormuzit,
Shubahat e kanë bojkotuar. Aleanca e 35 vendeve për hapjen e ngushticës së Hormuzit u takua sot nëpërmjet videokonferencës, mirë po Amerika bojkotoi. Nga ana tjetër, mesazhet e pamatura të Donald Trumpit duket se po trondisin botën nga ora në orë. I pyetur se kur do të përfundoj lufta në lindjen e mesme, ai ka një luhatje të madhe të deklaratave ditore. Njëherë inkurajon luftën e njëherë tjetër paqen, dhe këtë ja ka vënë në dukje edhe presidenti francez Emmanuel Macron. Ky i fundit ka guxuar të sulmoj Trumpin pavarësisht situatës aktuale, duke i hedhur benzinë zjarrit në raportin mes Europës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Macron akuzon presidentin amerikan se po minon NATO-n dhe nuk ka as pak seriozitet. Çfarë thot sot nuk e thot nesër. Me sa duket, sulmi i ashpër i Macron vjen pasi homologu amerikan e ngacmoi në pikën më të dobët. Tek zonja e parë franceze, duke e ironizuar madje se Macronin e rre edhe bashkëshortja. Mirpo nga ajo që po ndodh në lindjen e mesme, Europa po vuan pasojat. Kontinenti i vjetër po shkon drejt krizës së karburantit. Kreu i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë paralajmëron se situata është serioze, duke theksuar se problemi më i madh sot është mungesa e karburantit për avion. Presidenti i Federatës Italiane të Futbollit Gabriele Gravina dha dorëheqjen pas dështimit të rënd të përfaqësueses italiane në Zenit, një humbje që i kushtoi Italisë mungesën në një tjetër kupë bote. Ai e konsideroi vendimin si të domosdoshëm për të adresuar krizën që po përforcohet në futbollin italian në arenën ndërkombëtare, ku rrezikohet mungesa për herë të tretë radhazi në Kupën e Botës. Gravina njoftoi dorëheqjen dhe do të qëndrojë në detyrë deri në zgjedhjen e presidentit të ri, ndërsa procesi është caktuar të mbahet më 22 qershor. Kandidatët kryesor për postin e presidentit janë Giovanni Malago, Giancarlo Abete, Matteo Marani dhe Demetrio Albertini. Përpara se të largohet, Gravina do të raportojë më 8 prill në Komitetin e Linjës, ku do të bëjë një analizë të gjendjes së futbollit italian, duke përfshirë pikat e forta dhe problematikat strukturore, veçanërisht pas dështimit për të marrë pjesë në Kupën e Botës, dhe do të sqarojë deklaratat e debatueshme mbi ndryshimet mes sportit amator dhe atij profesional.